Mirlinda Karçanaj është paraqitur këtë të martë në ambientet e SPAK në zbatim të masës së sigurisë, detyrim paraqitje, pasi pak ditë më parë, gjykata e lartë vendosi ta nxjerrte nga arresti shtëpiak. Ish drejtoresha e Akshit është marrë e pandehur për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera dhe tashmë do të duhet të paraqitet 2 herë në muaj pranë autoriteteve. Hetimet e SPAK lidhen me procedurat tenderuese të zhvilluara nga Akshi, ku po verifikohen 12 tendera të dyshuar si të paracaktuar. Sipas dosjes hetimore, dyshimet fokusohen te kontratat për mirëmbajtjen e serverave të institucioneve shtetërore dhe mënyra e hartimit të kritereve të tenderve. Prokuroria e posaçme dyshon se kriteret mund të jenë përgatitur në favor të kompanive të caktuara, duke cënuar konkurrencën dhe barazinë në garë. Çështja ndaj Karçanajt konsiderohet një nga hetimet më të rëndësishme që lidhen me procedurat e teknologjisë dhe kontratat publike në administratën shtetërore, ndërsa hetimet për dokumentimin e plotë të dosjes vijojnë ende.